Të nderuar qytetarë, të nderuar antarë të Këshillit Bashkiak, të nderuar përfaqësues të ekzekutivit, të nderuar pjesëmarrës në mbledhje. Siç edhe kemi njoftuar zyrtarisht, jemi në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak. Koorumi ose pjesëmarrja ligjore në mbledhje e këshilltarëve është 17 këshilltarë pjesëmarrës, pra jemi ligjërisht në rregull për fillimin e mbledhjes. Kjo mbledhje bazohet në nenin 53 dhe 56 të ligjit 139 për vetëqeverisjen vendore, si dhe në rregulloren për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak. Rendi i ditës është hartuar konform përcaktimeve të nenit 64 të rregullores dhe unë po kaloj në leximin e rendit ditës së kësaj mbledhje. Pika 1 është miratimi i rendit ditës, pika 2 është miratimi i proces verbalit të mbledhjes së Këshillit datë 29/4/2026, pika 3 informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 29/4/2026, pika 4 projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin prill 2026, pika 5 projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin prill 2026, pika 6 projekt vendim për miratimin e dhënies së ndihmës financiare nga fondi i kushtëzuar i buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile për zotin Plum Bendaj, banesa e cilit është dëmtuar nga rënja e zjarrit Banusi Lagjes Re. Pika 7 projekt vendim për miratimin e raportit vjetor të konsolidimit të zbatimit buxhetit dhe i performancës për vitin 2025. Pika 8 projekt vendim për një ndryshim të vendimit numër 4 datë 30/1/2026 për miratimin e përdorimit të grantit me bazë performance e fituar për vitin 2025 dhe shtim buxheti për vitin 2026. Pika 9 projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 77 datë 27/11/2025 për miratimin e nivelit pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjeve në varësi për vitin 2026. Pika 10 projekt vendim për shtim të 2 punonjësve sezonal për masat parandaluese nga zjarri në Pyje. Pika 11 projekt vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 21 datë 29/3/2024 për miratimin e programit të transparencës në Bashkinë Patos. Pika 12 dhe e fundit, informacion mbi raportin e monitorimit buxhetit për 4 muajin e parë të vitit 2026. Para se të kalojmë në votimin e rendit ditës, dua t'ju pyes nëse keni ndonjë kërkesë, se paraprakisht në sekretari nuk ka të regjistruar, po dua t'ju pyes nëse keni ndonjë kërkesë për të shtuar ose hequr çështje nga rendi i ditës. Atëre, Po që ju. kishim ne një kërkesë lidhur me një projekt vendim për miratimin e listave debitorëve për taksat dhe tarifat vendore, të ndarë sipas periudhave 11-14, 15-19, 20-24, të cilët përfitojnë nga ligji 86/2025 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve ndaj administratës tatimore qendrore dhe vendore dhe detyrimet pagueshme në dogan. E kemi kërkuar si jashtëradhe për vetë rëndësinë dhe afatet që e zbatimit të këtij ligji, kemi kërkuar të futemi për jashtëradhe në këtë renditje me këtë projekt vendim. Faleminderit që jup. Vela. Më tha që do të rhiqeshit nga një çështje. Kush? Po hajde. Jam fal, doshi se ka ndonjë kërkesë tjetër dhe pastaj ta japun fjalën. Po, do ta japun fjalën më një herë. Po drejtor mund të ulesh, s'ka problem, ha. Ulëm e ulëm. Mund të ulesh ti kthesh përgjigje. Përshëndetje, ne propozuam si ekzekutiv shtimin e 2 punonjësve sezonal për masat parandaluese nga zjarret në Pyje me kontratë të përkohshme për një periudhë 6 muajore. Ju dërguam me shkresë kur bëm këtë veprim, këtë kërkesë pranë Këshillit Bashkiak, bëm kërkesën për kalim fondi të produkteve AB dhe AD, që është fondi kushtëzuar kur kemi ndihmë për qytetarët që u dëmtohen panesat, dhe pjesa tjetër ishte për investimet. Përgjigjja ardhur nga Ministria
na erdhi sot konkretisht, ku thuhet kjo do të parashifet. Atëherë, ne kemi kërkuar bashkimin e fondeve të kushtëzuar ministrisë dhe na përgjigj sot me shkresën numër 4291 protokoll, ku thuhet kodi AB mund të rishpërndahet sipas kërkesave tuaja vetëm në kodin AG, që është për të që po diskutojmë sot, dhe duke përmbajtur kriteret e parashikuara sipas VKM-s 414 për miratimin dhe përdorimin e fondit të kushtëzuar. Kërkesa e paraqitur nga ana juaj do të shqyrtohet dhe do të shikohet në një mundësia propozimit për përfshirje në aktet normative në vijim. Pra, në këtë moment na ngriu Ministria këtë pjesë dhe presim një moment të dytë. Ndaj ekzekutivi kërkon të rigjet nga ky vendim. Faleminderit. Faleminderit Beni. Po, doshi. Hapem mikrofonin. Hajde që ju pulu. Një pyetje kisha vetëm. Drejtor, ju thatë për miratimin e listës së debitorëve apo jo? Se unë nuk shikoj tek materialet që të kemi një listë të personave debitorë të cilëve ju falen ka madhvonesa dhe ato. Do duhet që të ishte bashkëqyrus në materiale që ta dim se unë të paktën për hir të transparencës si përfaqësues i opozitës do doja ta kisha këtë informacion dhe do duhet ta kenë dhe të gjithë këshilltarët. Në një farë mënyrë për t'i parë kush janë bizneset dhe personat fizik qytetarët që ju falen, po kryesisht tek bizneset më e kam unë merakun. Faleminderit. Dhe pse mungon lista? O që ju mund të afrosh mikrofonin për procedurë se na duhet për regjistrim. Dhe bashkë me aktimit mendoj doshi, ne kemi kohë në gjatë shqyrtimit të shoqes. Duhet ishte në këtë formë për faktin që do duhet kishte transparencë edhe për vlerën që ju falit thash kryesisht bizneseve, po edhe emrat e personave. Do vendoset në dispozicion, tha drejtori. Mirë po kini parasysh edhe zbatime ligjit në raport me përmendjen e emrave në publik. Nuk duhet i përmendim, e kemi çik të jo një çik, po e kemi të ndaluar. Po, patjetër që e keni të drejtën ta keni. Dhe do t'i keni. Atëherë Pa vlera. Okej. Po mund të jenë atje doshi, po nuk vlen të diskutojmë neve këtu për këtë arsye. Okej, unë doja ta thosha këtë, thash për ta përmendur. Në fakt, Do ta kesh. lista po. Lista është gati dhe do të vijë në dispozicion. Po patjetër. Atëherë për përfshirjen e kësaj Mundemi çështje- drejtorit mos largohet se kam dhe unë një pyetje. Shoh që në një blok liseu tani merri kjo në dorë e debitorëve janë 2000 O vete. Novluz, kur të jemi tek pikë, pastaj kemi kohën e dur, po të kalojmë mirë. miratojmë një rendin e ditës. Mirë, do e kupton? diskutohet pikën vete kjo, okay. Kalojmë, po atjetër se do ta fusim në rendin e ditës. Okej, doshi. Atëherë pika 13 e nenit 64 të rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak na detyron që shtimi i pikave në rendin e ditës kërkon 2/3 e numrit këshilltarëve. Urdhë? Po heqja është me shumicë të thjeshtë, nuk është problem vëlla. Shtimi. Atëherë mua më duhet ta lexoj rendin nga e para, duke vendosur edhe pikën e propozuar dhe hequr atë që u propozua për t'u hequr. Pika e parë është miratimi i rendit të ditës, pika e dytë miratimi i procesit verbalit të mbledhjes së Këshillit
datë 29/4/2026. Pika 3, informacion mbi vendimet e miratuara mbledhjen e datës 29/4/2026. Pika 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin prill 2026. Pika 5, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtuar 6% për muajin prill 2026. Pika 6, projekt vendim për miratimin e dhënies së ndihmës financiare nga fondi kushtuar i buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile për zotin Plum Benda i banesat e cilit është dëmtuar nga rënia e zjarrit në lagjen e re. Pika 7, projekt vendim për miratimin e raportit vjetor të konsolidimit, zbatimit buxhetit dhe i performancës për vitin 2025. Pika 8, projekt vendim për një ndryshim në vendimin 04 datë 30/1/2026 për miratimin e përdorimit të grantit me bazë performancë e fituar në vitin 2025 dhe shtim buxheti për vitin 2026. Pika 9, projekt vendim për disa ndryshime vendimin e Këshillit Bashkiak numër 77 datë 27/11/2025 për miratimin e nivelit të pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjen varësi për vitin 2026. Pika 10, projekt vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 21 datë 29/3/2024 për miratimin e programit të transparencës në Bashkinë Patos. Pika 11, informacion mbi raportin e monitorimit të buxhetit për 4 muajin e parë të vitit 2026 dhe pika 12, lutem që ajo projekt vendimin që kërkove të shtohet, ma jep se s'ma keni vendosur në dispozicion. Ma jep pak. Pika 12 dhe e fundit, projekt vendim për miratimin e listave të debitorëve për taksat dhe tarifa vendore për periudha 2011-2014, 2015-2019, 2020-2024, të cilët përfitojnë nga ligji 86/2025 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve ndaj administratës tatimore, qendrore, vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan. Kush është dakord me këtë rendite? 17 pro, asnjë kundër. Ralf. 16 pro. Po më vete, po se ta lexova më vete. Po sa po ta thash pra? Po të thash në rendin e ri, Ralf, më dëgjoj dhe i kujdesshëm kur unë shprehem. Ta thash rendin e vjetër dhe ta lexoj me ndryshim rendin e ri. 16 pro, një abstenim. Miratohet. Kalojmë në pikën 2, miratimi i procesverbalit të mbledhjes së Këshillit datë 29/4/2026. Procesverbalin e keni patur në dispozicion, nëse keni ndonjë vërejtje për korrigjim apo jemi të hapur për atëherë me qënë se s'kemi konsiderohet i miratuar në bazë të nenit 77 rregullores. Pika 3, informacion mbi vendimet e miratuara mbledhjen e datës 29/4/2026. Të lutem, Rafaela. Përshëndetje të gjithëve, në mbledhjen e datës 29/4/2026 u morën gjithsej 2 vendime nga numri 20 deri 21. Vendimet janë zbardhur në afat dhe janë përcjell drejtorive përkatëse për ekzekutim. Faleminderit. Faleminderit, Rafaela. Kalojmë shërtimin e pikës 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin prill 2026. Para se të shprehet Komisioni i Ekonomisë, prezantimi nga ekzekutivi. Përshëndetje. Projekt vendim numër 23 datë 18/5/2026 për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin prill 2026. Sektori i shërbimit social pranë Bashkisë Patos propozon të përfitojë ndihmë ekonomike nga fondet e buxhetit vendor për muajin prill 2026, gjithsej 20 familje me një fond total prej 74.725 lekë. Faleminderit. Faleminderit Mition, jemi të hapur për diskutime apo sugjerime. Kush e do fjalën? Atëherë, me qenë se kërkon një fjalën, propozoj të kalojmë në votimin e pikës 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin prill 2026. Kush është dakord? 17, po tani unë e thash. Pro, 17 pro. Miratohet, kalojmë në shqyrtimin e pikës 5. Faleminderit. Projekt vendim numër 24, datë 18/5/2026 për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin prill 2026.
Sektori i shërbimit social pranë Bashkisë Patos propozon të përfitojë ndihmë ekonomike nga fondet e kushtëzuara 6% për muajin prill 2026, gjithsej 18 familje me një fond total prej 61.160 lekë. Faleminderit. Faleminderit Mition. Dua t'ju informoj që Komisioni i Ekonomisë është mbledhur dhe ka shqyrtuar pikat 4, 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 të rendit ditës. Andaj mbas prezantimit nga ekzekutivi kërkohet një opinion nga komisioni. Më falësh për pikën e kaluar, doshi kjo drejt. Përshëndetje të gjithëve. Ju bëjmë dije se Komisioni i Ekonomisë u mblodh datë 26 dhe diskutoi mbi këtë projekt vendim, gjithashtu edhe për projekt vendimin që sapo kaloi. Pasi ekzekutivi e relatoi, u ra dakord se përmbajtja e projekt vendimit është në përputhje me bazën ligjore dhe kemi vendosur ta miratojmë me 3 vota pro. Faleminderit. Shumë faleminderit. Jemi të hapur për diskutime? Nëse ka? Atëherë nëse s'ka, propozoj të kalojmë në votimin e pikës 5, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar 6% për muajin prill 2026. Kush është dakord? 17 pro asnjë kundër, miratohet. Shumë faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 6, projekt vendim për miratimin e dhënies së ndihmës financiare nga fondi kushtëzuar i buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile për zotin Plum Bendaj, banesa e cilit është dëmtuar nga rënja e zjarrit Lagja e Re. Fjalën Beni. Përshëndetje. Projekt vendim numër 22 datë 11/5/2026 për miratimin e dhënies së ndihmës financiare nga fondi kushtëzuar i buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile për zotin Plum Bendaj, banesa e cila është dëmtuar nga rënja e zjarrit në Lagjen e Re. Zoti Plum Bendaj ka paraqitur kërkesën me numër 3360 protokoll datë 6/11/2025 për verifikimin e dëmeve shkaktuara në banesë në Lagjen e Re nga rënja e zjarrit dhe për ndihmë financiare për rihabilitimin e saj. Për verifikimin e kërkesës qytetarit është ngritur komisioni me urdhrin numër 165 datë 2649 protokoll datë 1/9/2025. Komisioni pasi bëri verifikimin në vend të dëmeve shkaktuara nga rënja e zjarrit në banesën e zotit Plum Bendaj mbati procedurbalin me numër 3360 fraksion 1 protokoll datë 14/11/2025. Nga procedurali verifikimit në vend rezulton se janë djegur tavanet, rapotet druri, dyer durali, dritare durali, parket, dysheme, rrjeti elektrik në një dhomë. U hartua dhe preventivi për punimet që duhet të kryen në banesë me vlerën 235.169 lek, referuar edhe vërtetimit për rënien e zjarrit me numër 6 datë 6/11/2025, lëshuar nga MZZ Patos që vërteton rënien e zjarrit. Në bazë të VKM-s numër 329 16/5/2012 për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore ose fatkeqësitë të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore, të dëmtuarit i jepet një ndihmë financiare deri në 50% të vlerës. Bazohet në VKM numër 414 datë 8/7/2021 për miratimin e procedurave dhe kritereve të ndarjes dhe përdorimit të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile. I ndryshuar pika 3.1 shkronja A. I ndryshuar pika 3.1 shkronja A me qëllim për ndihmuar qytetarin zoti Plum Bendaj, banesa e cili është dëmtuar nga rënja e zjarrit, të jepet një ndihmë financiare në vlerën 115.000 lekë. Ju faleminderit. Shpreh edhe një herë të vlerën o Beni se nuk dëgjohet kur e dëgjojmë regjistrimin, e kupton? Do zbarit proces verbalin sekretarja dhe nuk e dëgjon. Se dëgjon ti apo sekretari tash? S'tas po kuptoj unë. Po mirë, duhet shpreh sekretari tani, do të shprehemi të me radhën se Po tani të thashë nuk pëlqen kjo që po them unë. lekë më pra. Po thoj shifrën në bursë, është çështje procedure. Po nuk e dëgjova unë. Dua ta dëgjoj edhe një herë tjetër. Të lutem. Për të ndihmuar qytetarin zoti Plum Bendaj, banesa e cilës është dëmtuar nga rënja e zjarrit, të jepë një ndihmë financiare në vlerën 115.000 lekë. Bukur, shumë faleminderit. Të lutem Lori. Në mbledhjen e komisionit është diskutuar mbi këtë projekt vendim, i cili është argumentuar në përputhje me bazën ligjore dhe kemi vendosur ta miratojmë me 3 vota pro. Faleminderit. Faleminderit Lori, jemi të hapur për pyetje e diskutime. Kush e do fjalën? Atëherë mendoj të kalojmë në votimin e pikës 6, projekt vendim për miratimin e dhënies së ndihmës financiare nga fondi i kushtëzuar i buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile
për zotin Plum Bendaj, banesa e cilit është dëmtuar nga rënja e zjarrit lagja e re. Kush është dakord? 17 pro, asnjë kundër, miratohet. Shumë faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 7. Projekt vendim për miratimin e raportit vjetor i konsolidimit të zbatimit të buxhetit dhe i performancës për vitin 2025. Mozat, lutem. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë në zbatim të ligjit 68 për financat e vetëqeverisjes vendore neni 51, ekzekutivi ka hartuar dhe sjell për miratim raportin vjetor të konsolidimit të buxhetit dhe performancës për vitin 2025. Ky raport përmban raportin e monitorimit zbatimit buxhetit për vitin 2025, i cili si informacion ka kaluar në këshill në shkurt të vitit 2026 dhe pasqyrat financiare të cilat dorëzohen e kanë afatin deri në 31 mars, janë dorëzuar pranë Ministrisë Financave dhe Degës Thesarit, gjithashtu edhe ndërmarrja varëse, dhe që të dyja këto, pasqyra dhe zbatimi i buxhetit, bashkohen dhe përbëjnë një raport që quhet raporti konsolidimit, i cili ka të gjitha treguesit, realizimin, aktivet, pasivet, fondet që trashëgohen dhe investimet që janë në proces për vitin 2026. Raporti është voluminoz, është dërguar, në rast se duhet ta trajtoj të gjithë. Ky është raporti konsolidimit, gjithashtu si pjesë përbërëse e këtij raporti është edhe rekomandimet e KLSH-s për vitin 2025, të cilat kanë qenë 10 rekomandime për raportin e performancës për vitin 2024, nga të cilët janë realizuar 6, janë në ndjekje 4, domethënë janë zbatuar 68% të rekomandimeve. Gjithashtu kemi dhe një raport auditit brendshëm, i cili është pjesë e raportit konsolidimit, ku janë zhvilluar 9 auditime nga auditi brendshëm dhe kanë dhënë 33 rekomandime, të cilat janë në proces zbatimi për gjitha drejtoritë përkatëse sipas rekomandimeve. Në mënyrë të shkurtuar, ishte raporti i cili, siç edhe e thash, përbëhet nga raporti monitorimit, i cili ka kaluar në këshill dhe është informuar këshilli për gjithë vitin 2025 mbi zbatimin e buxhetit, është dhe pasqyrat financiare, të cilat konsolidohen menjëherë mbasi dorëzohen në Ministrinë e Financave dhe në Degën e Thesarit Fier. Faleminderit. Faleminderit, Moza. Kemi diskutime? Po, mira. Edhe unë lexova raportin me vëmendje, ishte një analizë goxha e detajuar me gjitha të dhënat për secilën rubrik. Unë do të pyesja tani në lidhje me rekomandimet, kishit edhe afatin kohor të përcaktuar, keni një plan masash konkret, si procedoni për të mos mbetur vetëm në nivelin e evidentimit? Atëherë, unë ju them mbi procesin, ju sqaroj mbi procesin e zbatimit të raportit të rekomandimeve si të jashtëm edhe të brendshëm. Menjëherë sapo vjen raporti i rekomandimeve, auditi i jashtëm ose i brendshëm, titullari i institucionit harton një plan masash dhe plan zbatimi dhe ja delegon gjitha drejtorive. Dhe gjatë gjithë periudhave, gjatë gjithë muajve ne raportojmë pranë titullarit për ato që zbatohen dhe për vështërsitë e atyre që nuk janë zbatuar dhe janë në proces. Faleminderit. Faleminderit, mira. Kemi të tjera pyetje? Atëherë propozoj të kalojmë në votimin e pikës 7, projekt vendim për miratimin e raportit vjetor i konsolidimit të zbatimit buxhetit dhe i performancës për vitin 2025. Kush është dakord? 17 pro, asnjë kundër, miratohet. Shumë faleminderit. Kalojmë shqyrtimin e pikës 8. Projekt vendim për një ndryshim të vendimit
numër 4 datë 30/1/2026 për miratimin e përdorimit të grantit me bazë performance fituar në vitin 2025 dhe shtim buxheti për vitin 2026. I lutem ekzekutivit, masandaj Komisioni Ekonomisë. Atëherë, Bashkia Ekzekutivi vjen me një projekt vendim për kërkesë për ndryshim të vendimit numër 4 të miratuar në 30/1/2026 për miratimin e përdorimit të grantit të performancës që kemi fituar në vitin 2025 dhe i është shtuar si buxhet shtesë 2026. Me vendimin numër 4, i cili është i bashkëlidhur relacionit dhe vendimit, projekt vendimit, në Këshill është miratuar përdorimi i grantit të performancës, i cili ishte zë vlerën 8.8 milion lek, i ndarë nga granti huaj dhe granti brendshëm sipas burimit të financimit nga Pushteti Qendror dhe Ambasada Zvicerane. Në vendimin numër 4 ne kemi kërkuar dhe miratuar përdorimin e vlerës së këtij granti prej 3.681.000 për ta përdorur për blerje projektesh gjatë vitit 2026. Nisur nga kushtet e artimit projekteve dhe nevojën më të madhe nga prioritetet që ka bashkia, kërkojmë që këtë vlerë ta kalojmë në rikonstruksionin e rrugës Manxhara Gjunoqar, t'i shtohet vlerës së miratuar me buxhetin fillestar me vendimet e Këshillit Bashkiak. Gjithashtu, pika e parë këtu është saktësimi i emërtimit përfundimtar të projektit krijimi i parkut rekreativ në Lagjen e Re, se në vendimin numër 4, emërtimi i këtij projekti për vlerën tjetër që kishim vendosur për ta përdorur në këtë si shtim, ishte emërtimi krijimi i parkut rekreativ në Lagjen e Re dhe në Klapa fushat e basketbollit. Duke qenë se këto janë brenda krijimit të këtij parku rekreativ, kërkojmë të saktësohet vlera dhe të quhet është një investim dhe një objekt, një projekt. Ky është vendimi për ndryshimin e vendimit numër 4. Kemi pyetje? Lori, të lutem fjalën. Në mbledhjen e zhvilluar, Komisioni i Ekonomisë ka diskutuar mbi këtë projekt vendim, i cili është argumentuar në përputhje me bazën ligjore dhe ne kemi vendosur ta miratojmë me 3 vota pro. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë propozoj të kalojmë në votimin e pikës 8, projekt vendim për një ndryshim të vendimit numër 4 datë 30/1/2026 për miratimin e përdorimit grantit me bazë performance fituar për vitin 2025 dhe shtim buxheti për vitin 2026. Kush është dakord? 17 pro, asnjë kundër, miratohet. Shumë faleminderit. Kalojmë shqyrtimin e pikës 9, projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 77 datë 27/11/2025 për miratimin e nivelit pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjen me varësi për vitin 2026. I lutem përfaqësuesit e ekzekutivit prezantimin e këtij projekti. Përshëndetje të gjithëve. Sot paraqesim për miratim projekt vendimi numër 27 datë 19/5/2026 për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 77 datë 27/11/2025 për miratimin e nivelit të pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjen varësi për vitin 2026. Pas ndryshimit të pagës minimale në muajin janar, pas disa kërkesave të bashkive, është ndryshuar edhe pika 11 e VKM-s 328 që trajtohen pagat e administratës. Për punojësit administrativ, në VKM-n e mëparshme, ka qenë pika 11 shprehej se disa punonjës mund të trajtoheshin të profesionist mund të trajtoheshin nga 40 deri në 47. Maksimumi ishte 47 i nivelit. Me ndryshimin e pagës minimale ka kaluar 50 deri në 57. Sot kërkojmë prej jush miratimin e ndryshimit të nivelit të pagës për magazinierjen e magazinës qendër të Bashkisë Patos për të marrë maksimalen e kësaj pike 57. Faleminderit Juela. Fjala për kryetarin e Komisionit të Ekonomisë, meqense kjo pikë ka kaluar për shqyrtim në Komisionin e Ekonomisë. Në mbledhjen e komisionit është diskutuar dhe ky projekt vendim dhe komisioni ka dakordsuar me 3 vota pro. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kemi ndonjë pyetje, ndonjë diskutim? Atëherë propozoj të kalojmë në votimin e pikës 9, projekt vendim për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 77 datë 27/11/2025 për miratimin e nivelit pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrjen varësi për vitin 2026. Kush është dakord? 17 pro, asnjë kundër, miratohet. Faleminderit.
Kalojmë në shqyrtimin e pikës 10, projekt vendim për një ndryshim vendimi e Këshillit Bashkiak numër 21 datë. Për një sqarim të vogël, meqense jemi të mbledhur për pikën që kaluam dhe unë jam dakord që të shkoj sepse ne diskutuam dhe në Komisionin e Ekonomisë, po thjesht doja të pyesja sekretaren. Na lejon ligji kur themi miratojmë nivel pagash dhe në këtë rast kemi vetëm një pagë specifike për person të veçantë. Kuadriligjor na lejon? Bëhet fjalë vetëm për një vend pune. Nuk është nivel pagash. Kur thatë në pozicionin e magazinjerës, ne kemi disa magazinjere. Dhe në këtë rast na duhet dhe po marrim vendim për një vend pune të specifikuar, jo për gjithë magazinjerët. Na lejon ligji? Po sepse Se s'jemi për nivel pagash, po jemi për një pagë konkrete. Po sepse magazinat e ndërmarrjes janë të përfshira në me VKM-n e pagës minimale, atë që ne kemi kaluar në janar. Ndërsa në këtë pikë të VKM-s, patjetër që ne duhet futemi për miratim. Faleminderit. Edhe njëherë kalojmë shqyrtimin e pikës 10, projekt vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 21 datë 29/3/2024 për miratimin e programit transparencës në Bashkinë Patos. Ekzekutivi. Gjithashtu, paraqesim në projekt vendimin numër 29 datë 19/5/2026 për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 21 datë 29/3/2024 për miratimin e programit të transparencës të Bashkisë Patos. Ekzekutivi propozon të miratojë rishikimin e programit të transparencës të Bashkisë Patos në përputhje me modelin e miratuar me urdhrin 281 datë 30/12/2025 për miratimin e programit të transparencës për njësitë e qeverisjes vendore, sipas modelit të miratuar nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Konkretisht, bashklidhur projekt vendimit është lidhja numër 1 dhe ndryshon pika numër 8. Në të cilën përfshihet Këshilli Bashkiak. Faleminderit Juela. Lori? S'ka kaluar në komision kjo? Më fal. Atëherë jemi të hapur për diskutime, kemi ndonjë pyetje? Dhe meqense s'kemi, kalojmë në votimin e pikës 10, projekt vendim për një ndryshim vendimi Këshillit Bashkiak numër 21 datë 29/3/2024 për miratimin e programit transparencës në Bashkinë Patos. Kush është dakord? 17 pro, asnjë kundër, miratohet. Faleminderit. Kalojmë në pikën 11, informacion mbi raportin e monitorimit të buxhetit për 4 muajin e parë të vitit 2026. Në zbatim të nenit 48 të ligjit 68 për financat vetë qeverisjes vendore, grupi menaxhimit strategjik harton raportet e monitorimit në çdo 4 mujor dhe paraqet për informim në Këshillin Bashkiak. Gjatë hartimit të këtij raporti të zbatimit të buxhetit, grupi menaxhimit gjithmonë ka pasur në fokus qëllimin e buxhetit, orientimet dhe prioritetet e buxhetit të 2026, të cilat janë miratuar në Këshillin Bashkiak. Burimet që përbën buxhetin për 4 mujorin e parë të vitit 2026 janë vlera 733.839.000, të cilat janë miratuar me buxhet fillestar në Këshill me vendimin numër 82 datë 17/12/25, i është shtuar edhe fondet buxhetit, i është shtuar edhe fondi nga si shtesë nga fondet e trashëguara 137.564.000, të cilat përbehen nga 63 milion nga transferta e pakushtëzuar, 45 nga të ardhurat e trashëguara dhe 28.290 nga granti sektorial. Gjithashtu, edhe si shtesë vjen dhe granti performancës, të cilët e trajtova edhe të vendimi, që është miratuar me vendimin numër 4, me vlerën 8.8 milion lek, i ndarë sipas burimit financimit. Për 4 muajin e parë të vitit 2026 kemi një realizim të burimeve 335.276.000 lek dhe realizim të shpenzimeve 172.238.000 lek. Kjo është e paraqitur në tabelën që shoqëron raportin.
sipas kategorive, të cilat përbëhen nga transferta pa kushtëzuar, sektoriale, fondet e kushtëzuara, granti dhe përqindja e realizimit për çdo burim. Gjatë këtij 4 mujori kemi pasur ndryshime me vendim të Këshillit Bashkiak, vendimi i Këshillit numër 4 për përdorimin e grantit të performancës, vendimi numër 10 për miratimin e nivelit pagave për bashkinë dhe ndërmarrjet bardhëse që është për efekt pagës minimale, si dhe vendimi për ndryshim për rehabilitim për numër 11 për rehabilitimin e rrugës Alia Igriz Lënginas. Në raport është përfshirë realizimi të ardhurave sipas kategorive, taksave dhe tarifave të cilat janë miratuar në paketën fiskale dhe në total realizimi të ardhurave krahasuar me planin vjetor është për 4 muajin e parë 19%. Referuar shpenzimeve sipas programeve, struktura e buxhetit për vitin 2026 është në 6 programe, është planifikim, menaxhim, administrimi i realizuar 29%, krahasuar me planin total, siguria publike 21%, zhvillimi ekonomik 6%, gjithmonë të krahasuara me planin vjetor, çështjet sociale, arsimi dhe kultura 20%. Gjithashtu, ne kemi edhe fonde të kushtëzuara të cilat i përkasin kategorive për të cilat ne i administrojmë, fondet për pagat e gjendjes civile, fondet për pagesat e invalidëve dhe të paaftëve, fondet për ndihmën ekonomike, kemi fondet për investime nga pushteti qendror që i përkasin objekteve shkollës Sotir Çapo, ujësjellësit magjistralit Loti i 2, kemi dhe fondin rezervë dhe kontingjencën të cilët me vendimin e Këshillit për miratimin e nivelit pagave e kaluan për fondi rezervë dhe kontingjencë për të mbuluar efektin financiar nga rritja e pagave për zbatimin e këtij vendimi. Në raport janë trajtuar dhe paraqitur të gjitha investimet që janë miratuar nga Këshilli Bashkiak për statusin ku ndodhen dhe sa janë realizuar. Këto ishin të përmbledhura në këtë raport. Raportin e monitorimit zbatimit 4 muajit parë do ta gjeni publikuar në faqen e Bashkisë dhe në faqen e Ministrisë Financave. Faleminderit. Faleminderit. Nota, kemi pyetje? Diskutime? Të me që se nuk kemi, kalojmë në pikën. Po pra, me që se nuk kemi as pyetje as diskutime, kalojmë në shqyrtimin e pikës 12 dhe të fundit të rendit ditës. Projekt vendim për miratimin e listave të debitorëve për taksat dhe tarifat vendore për periudhat 2011-2014, 2015-2019, 2020-2024, të cilët përfitojnë nga ligji 86/2025 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve ndaj administratës tatimore qendrore vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan. Të lutem që ju një prezantim të hollësishëm të kësaj. Përshëndetje gjithëve. Atëherë ky projekt vendim konsiston në miratimin e listave debitorëve për taksat dhe tarifat vendore për periudhat 2011-14, 15-19, 20-24, të cilët përfitojnë nga falja e ligjit 86/2025 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve ndaj administratës tatimore qendrore dhe vendore dhe detyrimet të pagueshme në dogan. Kokën e vendimit e kemi hartuar në përputhje me mënyrën që ka përcaktuar ligji për faljen, pra e kemi ndarë atë me periudha sipas ndarjes dhe përcaktimit që ka bërë ligji. 2011-2014 është periudhë e cila fshihet, falet ose shuhet pa kusht, që do të thotë taksa paguesi të dy kategorive, qofshin ato biznes apo individ familjar, nuk kanë detyrim që të paguajnë principalin e këtij detyrimi dhe ky po themi
Ky veprim do të kryhet nga vetë administrata e taksave të bashkisë, pra administrata e taksave vendore. Periudha tjetër është 2015-2019. Kjo është një periudhë parapar me kusht nga ligji dhe kushtet janë ndarë sipas kësaj forme në afatin e pagesës. Afati i parë është 30 qershori, pra kush paguan brenda këtij afati falet 50% e principalit, dhe nëse paguhet deri në 30/1/12 i këtij viti që jemi brenda, atëherë falet 25% e principalit. Në këto kushte e kemi kërkuar dhe jashtë radhe, sepse afatet, sikurse i citova dhe më sipër, janë pak, po themi, të shkurtra. Nga ana e administratës është punuar për verifikimin dhe nxjerrjen e gjithë debitorëve, qofshin këta individ familjar ashtu dhe biznes, të ndara sipas periudhave dhe vlerat përkatëse, listën e cilës e kemi vënë në dispozicion, natyrisht deri diku të cunguar për shkak të faktit sepse kemi qenë të detyruar për, duke qenë se kjo ishte një, po themi, një veprimtari voluminoze për ndarjen dhe klasifikimin e debitorëve. Këtu në projekt vendim janë përcaktuar dhe vlerat përkatëse për secilat nga periudhat që citova më sipër, ku për verifikimi i parë i detyrimeve të papaguara të përcaktuara, dua ta citoj edhe këtë, që ligji objekti faljes së ligjit 86/2025 janë të gjitha taksat dhe tarifat vendore të përcaktuara nga ligji 9632, 30/10/2006 për sistemin e taksave vendore, dhe jo marrëdhënie të tjera që krijon pushteti vendor në raport me veprimtarinë e tij, qofshin këto civile apo dhe marrëdhënie apo dhe tarifa të cilat nuk janë objekti i këtij ligji, po janë objekti i ligjeve të tjera. Vlera për këtë periudhë është 39.118.458.4 lek, pra periudha 11-14, e cila falet, e theksoj, pa kusht. Janë verifikuar dhe detyrimet për periudhën 2015-2019, të cilat kapin një stok detyrimi prej në vlerën 61.992.261 lek. Kjo shifër përbëhet për të dy, është shifër e cila ka në brendësit vetë të dy kategoritë, si atë biznes dhe atë familjar. Këtu është përcaktuar dhe mënyra dhe modaliteti që thamë, nëse detyrimi taksapaguesit vendosin ta shlyejnë brenda 36-it, atëherë falet 50% e detyrimit. Në të kundërt, nëse paguajnë 31/12 falet 25% e detyrimit. Pika 3 e këtij projekti është verifikimi dhe nxjerrja e debis për periudhën 2020-2024, ku ligji ka përcaktuar faljen e gjithë kamatvonesave që vijnë mbi principalet e këtij detyrimi, po principali nuk falet. Pra, gjobat dhe kamatvonesat e aplikuara mbi detyrimin e kësaj periudhe falen dhe shuhen plotësisht me kusht pagesën e principalit. Vlera e kësaj debije për këtë periudhë është 122.999.159.99 lek. Këto vlera janë të detajuara dhe analitik, si për individ, pra taksapaguesit individ, ashtu edhe ata biznes, që janë pjesë përbërëse e listës. Ashtu sikurse e theksova dhe në fillim, objekti punës të komisionit të ngritur për zbatimin e këtij ligji ka qenë dhe publikimi i këtyre listave, që tani më janë bërë publike, për qenë transparent ky si proces. Sigurisht këto lista janë publikuar sipas periudhave. Pra, ashtu sikurse kemi kërkuar dhe nga ju të ndarë me periudha, është bërë dhe publikimi i këtyre listave. Në mënyrë të përmbledhur, kjo ishte, po themi, pak a shumë pjesa që përcakton ligji dhe tani më infrastruktura përgatitur nga ana jon për zbatimin e këtij ligji. Jemi të hapur për pyetje nga ana juaj. Faleminderit. Mundem kryetar? Faleminderit që ju, po, në Vruz.
Tani, nga këndvështrimi im, se normalisht ne mase nuk e gjykojmë dot këtë vendimmarrje, këtë ligj, por unë e shikoj këtë me shumë qalë, me shumë mangësi këtë ligj, miratimin e këtij ligji dhe zbatimin e tij. Tani kjo i vën kushtet pa barabarta taksapaguesit. E para unë kam një pyetje. Në raport me numrin e përgjithshëm, 100% e taksapaguesve, sa përqind përbëjnë këta që pësojnë falje, marrin falje tani? Për mos pagesat. Dhe kjo, për mendimin tim, nuk do të ndihmojnë punën e bashkisë, të administratës së bashkisë në mbledhjen e të ardhurave në vazhdimsi. Ky është mendimi im, inshallah që është i gabuar, në qoftë se sot është një përqindje X që nuk paguajnë taksat, në të ardhmen do jetë një X plus Y, plus një shifër tjetër më të madhe. Këtu unë shikova gjeta dhe emra këshilltarës që nuk kanë paguar, që përfitojnë nga kjo, dhe më vonë në të ardhmen do ketë edhe këshilltarë të tjerë. Këtu ata që kanë paguar mua më duket si budallëj. Ata kanë qenë parashikues, ata që nuk kanë paguar dhe arritën nuk i paguan fare ato taksa. Kush është ai do të paguajë taksa, detyrime? Unë në këndvështrimin tim kështu e gjykoj këtë. Dhe kjo nuk do ta lehtësoj punën e bashkisë për mbledhjen e taksave. Nuk e di. Juve u vaf puna mbar, u faluani këto që keni bërë. Ky është mendimi im. Ju falemnderit. Mundem? Dakord në fakt me parafolsin, për vetë faktin se të njëjtën pyetje ndoshta do kisha edhe unë që për të qenë transparent dhe na intereson zëri qytetarëve, dhe më konkretisht çfarë do ndodh me ata qytetarë që kanë paguar deri tani rregullisht taksat dhe tarifat. Çfarë do ndodh? Një, dhe kjo realisht është një precedent nxitës për të ardhmen e taksave në bashki. Pra kjo nuk është në favor, le të themi. Atëherë duam një përgjigje konkrete, do të thënë çfarë do ndodh me këta që kanë paguar tani. Dhe përqindja shumë e rëndësishme, do të thënë që sa përqind kanë paguar dhe sa jo. Faleminderit Suela, fjalën e ka Artani. Për të qenë të qartë, neve këtu miratojmë një listë e cila funksionon dhe rrjedh nga ligji që është miratuar. Pra atje kur e miratuar ligjin i bën këto debate ata dhe ne nuk na ngelet. Te lista kemi një problem ne aty, te heqim në një, bëjmë në një, nuk e kemi dot të mundësi. Kështu që unë e quaj momente zauruar këtë, nuk e kemi dot fuqinë për të punë. Ligji ka përcaktuar që falen tarifat vendore çartë të tjera dhe periudhat kohore për të punë. Këtu vetëm sa vim dhe zbatojmë ligjin. Kjo është e drejtë në fakt ajo që thot tani, që nuk hym dot me ligjin, po puna është çfarë do ndodh me ata që kanë paguar, këtu kemi në dorë ne për të bërë diçka. Ligji do të kthehej mbrapsht. Faleminderit. Çfarë ishte për të bërë, u bë me ligjin në vruz, kështu që kur u bën të gjesa duhet ishim shprehur aty. Kisha edhe unë diçka. Po, Doshi, t'i japim fjalën Doshit, po. Unë jam dakord me të tre parafolësit në fakt, edhe në frymën e ligjit, sepse ligji normalisht është nxitës për evazorët dhe nuk është stimulus për ata qytetarë apo biznese që kanë paguar. Në këtë mënyrë ligji i nxit që të vazhdojnë në rrugën e mospagesës, po jam dakord edhe me Artani që ne jemi detyruar që ta zbatojmë sepse s'na ngelet ne për të interpretuar. Po unë kisha një pyetje për administratën tatimore tonë të bashkisë. Qa masa ka marrë administrata jonë dhe qa ka në dorë për t'i shtrënguar, që të mos të ndodhë kjo gjaja prapë, sepse sikurse e tha dhe në Vruzi dhe duket ajo, me shikim përciptas të hedhur listave, kemi që nga këshilltar, nga administrat bashkie që s'kan paguar detyrimet. Kemi ne në dorë dhe me sa pash një pjesë e biznesave, ose listën e biznesave pash kryesisë. Një pjesë e tyre ishin me debi, por jo aktiv. Për para se ata ta mbyllin biznesin, dokumentacionin. A ka në dorë administrata bashkisë nëpërmjet konfirmimit apo në një masë shtrënguese të mos lejoj që ata të mbyllin dokumentacionin? Këto ishin pyetjet e mia. Faleminderit. Faleminderit, Doshi. Po, Mira.
Asgjë në kundërshtim me ligjin, siç e thanë edhe kolegët, por thjesht do t'i sillja administratës së bashkisë në vëmendje ato fletat, zarfat e taksave që i kemi shpërndar edhe 3-4 ditë para vitit të ri, dhe unë sapo e pash tani këtë vendim më kujtua një familje edhe emrin e cilës nuk e gjeta aty në listë që i ka paguar, unë nuk e di ku ka marrë borxh apo si është rregulluar ajo familja. Dhe bashkohem me atë që tha Novruzi, është e padrejtë, por prova të bëj dhe një pyetje për gjithë këshilltarët që nuk binin dakord. Dhe unë jam një nga ata. Solidarizohem me qëndrimin e tyre. Kisha një pyetje, do ta votojnë apo jo? Kush ka pyetje të tjera? Atëherë, po heshtja përgjigje është, kështu që heshtja përgjigje është, nuk mund të imponosh tani të përgjigjen se duam ne tani. Atëherë, nëse s'ka pyetje, okej, nëse ata vendosin t'ju kthejnë përgjigje, e marrin fjalën, kështu që mundep kryetar. Po. Unë faktikisht nuk e kam pyetje, po domethënë është një shifër alarmante aty, po them për qytetin që nuk kanë bërë pagesa të taksave dhe bashkia duhet të ishte më e ndërgjegjësuar në veprim për të parë reagimin dhe t'i bënte këta qytetarë që të paguanin taksa si të tjerët. Është shifër shumë e lartë. Tani kjo nuk e di tani se ne nuk thyem do të ligjim për kërë. Atëre edhe njerë, unë ngul kem të fakti që ne mund të mos miratojmë listat për në një arsye teknike apo tjera. Ndërsa për gjitha opinionet e tjera, ju lutem, për gjitha opinionet e tjera që janë të drejta dhe të vërteta, në përgjithësi në menaxhimin e shtetit, jo vetëm tek neve, ndodh që krijohen stokë edhe të karakterit financiar. Tani ne na duhet të marrim listën prej të paktën një nga listat që pashim 685 vetave aty dhe t'i shikojmë me radhë, sepse ka edhe raste që mos pagesat kanë pasur një arsye në thelb. Por ka njerëz që janë larguar dhe tjera. Kështu që unë po kanë ardhur dhe çaju të lutem më sqaro pak thelbin se më duket s'po e kuptojnë këshilltarët. Thelbin e projekt vendimit. Po Smeral. Përshëndetje të gjithëve. Një VKM e ardhur sot për zbatim nga pushteti vendor. Unë kam vetëm një pyetje drejtor. Te lista e familjarëve bëjmë pjesë emigrantët tu? E përfitojnë apo jo? Të nderuar koleg, një VKM e ardhur, cila do qoftë vendimi i marrë mos pagimit taksave, nuk e inkuroj që të vazhdoj në vazhdimsi përderisa ka, por ju siguroj që këtu me sa vura re unë ajo lista e parë në faqen e Bashkisë Patos, ka dhe familje të cilët sot për një arsye tjetër janë darë, familja, babaj me mama, ka djalin. Djali është ngarkuar me taksa, pas shka se është banori i njës familje, është detyruar të paguajë taksa. Pra, nuk shoh në një alarmante madhe këtu, në këtë situatë, pa çka se të gjithë qytetarët që kanë paguar detyrimet e tyre, normale, kanë zbatuar rregullin dhe kanë zbatuar ligjin, po edhe kjo vlerë, krahasuar për vitet që ka këtu, nuk është në një vlerë kush e di, sepse me sa vlerë këtu janë familje dhe unë besoj se këtu janë dhe emigrantët të përfshirë. Siç e thash dhe më sipër, këtu ka dhe banorë të cilët janë shkëputur, ndoshta edhe 1, 2, 3 kanë krijuar kurora të tjera brenda një familje të cilët këto janë detyruar të ngrihen pagesë. Unë siguroj që banesat e ka, po ka 2 kurora që cilët këtu ligji e detyron familjen të krijojë brenda një banese 2 kurora me detyrime të përcaktuara për një kuror, për 2 kurora, të cilat kurorat janë të brenda. Pra, i bie një banesë do pagoj 2 herë detyrime. Faleminderit. Faleminderit Çajup. Ti Smeral Çajup fjalën. S'ka pyetje të tjera, mund. S'ka pyetje të tjera. Atëherë Novruz, natyrisht që është bërë një raport midis 2 grupeve sipas pyetjes tuaj dhe ne jemi në raportin e 60%, po themi 60 me 40. 60 ata të cilët kanë qenë taksapagues
të rregullt për këtë periudhë dhe 40 ata të cilët sot ne I kemi në listat e debitorëve. Lidhur me pjesën e impaktit të ligjit, ne nuk mundet që t'japim opinionin ton. Ne jemi, duke qenë se jemi një administrat brenda një administrate të një shteti, jemi të detyruar të zbatojmë këtë ligj, të jemi korrekt në raport me të, dhe unë ju siguroj që sot infrastruktura që ka Bashkia Patos nëpërmjet strukturës së taksave ka një strukturë komode e cila ka verifikuar tani më ka mbaruar këtë proces nëpërmjet evidentimit përcaktimit për të gjithë po themi bazat e tatueshme duke filluar nga banesat apo dhe pjesa po themi e sipërfaqes tokës bujqësore, përbërjes familjare e tjerë. Pra, ky është një proces që natyrisht do kaloj me një transparencë të plotë, sepse komisioni për cilin është ngritur zbatimi I këtij ligji zbaton detyrën e tij deri në datë 31/12, ashtu sikurse dhe sot që ne paraqesim për miratim pranë jush listat e këtyre debitorëve, do vim dhe me kërkesa të tjera, të cilat do jenë pjesë e objektit të punës, së grupit të punës të ngritur për këtë. Pra, hap pas hapi, të gjitha hapat e përcaktuar në ligj dhe ato që natyrisht do jenë, po themi pjesë e kërkesës ligjore dhe kompetencës suaj, do kalojnë pranë jush për kërkesë për miratim. Atëherë ne sot miratojmë efektet që do të vinë nga ky ligj në zbatimin e programit për mbledhjen e detyrimeve, sepse këtu brenda këtyre detyrime nuk janë vetëm ato të bashkisë, ka dhe detyrime të tjera. Ne po flasim për atë pjesën tonë. Pra Këshilli sot miraton efektet e programit për mbledhjen e detyrimeve, apo jo? Besoj se që të jemi të qartë dhe të vazhdojmë me votimin, mos të vazhdojmë pafundësisht me për ta qartësuar vlerat e debive që ne kemi përcaktuar në këtë projekt nuk janë ato të cilat falen dhe shuhen. Këto janë vlerat të cilat do kalojnë sipas hapave që ka të përcaktuar ligji. Pra, kjo vlera që falet pa kusht shuhet e gjitha, pjesa tjetër do merret 50% dhe pjesa tjetër do merret 100%. Po sipas ne kemi nxjerr vlerat e debitorëve në mënyrë analitike. E pyetjes së Suelës. Suela nuk parashikohet në asnjë ligj që ata që kanë paguar të kompensohen. Natyrisht edhe ky ligj jo, sepse ajo quhet kredit tatimore në fakt. Dhe ligji nuk e ka parashikuar këtë pjesë. Kështu që nuk kemi përfshin të gjitha ata që janë me detyrim, jo ata që janë me qytetarë që kanë paguar. Sot unë them që ne nuk duhet që të hapim një panik të këtij tipi, sepse detyrimisht taksa paguesit qytetar ne do punojmë të ndërgjegjësojmë pjesën. Pra sot unë them objekti jonë do jetë që ne të punojmë të ndërgjegjësojmë pjesën e cila nuk ka dënjuar të kryej pagesat e këtyre detyrimeve. Po jo që të stimulojmë ata të cilët kanë paguar t'i kthejmë dhe të kalojmë në shumë mirë, të kalojmë nga ata që s'kan paguar. Po, faleminderit që ju ishe shtrues. Ka dhe një besoj se Eduard. Jam andi se do t'i kalojmë shpejt. Atëre pjesa po themi e bizneseve të pezulluara. Pjesa e bizneseve të pezulluara sipas ligjit ne kemi përcaktuar listën, kemi përcaktuar statusin e tyre në atë listë që ju keni në dispozicion, por këto biznese nuk përjashtohen nga bizneset e tjera që kanë detyrime. Pra, do ketë njëjtën mënyrë të trajtimit. Ndërsa ata grupit të cilët janë çregjistruar, pra që nuk funksionojnë më, ata do të trajtohen dhe detyrimet e tyre do të shuhen ose fshihen nga 2011 deri në 2024 të çregjistruarit, pra ata me status të çregjistruar. Dhe ne këtë e kemi paraqitur dhe një si listë të veçantë.
në listat që keni përpara. Është si grupim, po. Është si grupim. Pasat e marra në vimësi. Atëherë, absolutisht po. Atëherë ne kemi një marrëdhënie me Qendrën Kombëtare të Biznesit, sepse aplikimet tani më kryen online për çregjistrim apo pezullim të aktivitetit. Në të dy rastet Qendra Kombëtare e Biznesit na drejtohet zyrtarisht për situatën e detyrimeve për secilin nga bizneset të cilët aplikojnë për pezullim apo për çregjistrim. Në të gjitha rastet, nga ana jon për ato subjekte të cilat kanë aplikuar dhe kanë detyrime, kthehet përgjigje negative dhe ndërkohë Qendra Kombëtare e Biznesit nuk kryen refuzon aplikimin qoftë dhe pezullim. Refuzon deri në shlyerjen e detyrimit. Të çregistruarit, pjesa po themi që vlera, atëherë ta saksojmë, vlera e subjekteve të çregistruara është 33.274 lekë, diçka e tillë është. Vlera e debis së të kësaj kategorie, që ka një pjesë e tyre kanë përbërje që janë kamat vonesa të tipit pagesës së detyrimit, dhe normalisht administrata, po themi, nuk ka mundur që ta jap pjesën e komunikimit që ka bërë me QKB-n, sepse momenti i pagesës me momentin e kamatës e tjerë është një vlerë e papërfillshme te kjo pjesë e debis. Po pavarësisht vlerës së saj, po themi, gjithsesi janë të formës së kamat vonesave që vetë administrata nuk ka mundur që ti realizojë. I sqaruar. Shumë faleminderit. Atëherë propozoj të kalojmë në votimin e projektivendimit për miratimin e listave të debitorëve për taksat dhe tarifat vendore për periudhat. Çfarë ka? Është një pyetje që bëri si ke dhënë përgjigje të gjithëve. Kemi edhe pak. Atëherë mira, ti e patë kështu si sugjerim, si kështu dhe unë nuk di. Nuk thjesht për t'i vënë në vëmendje administratës që të jetë vigjilente dhe e kujdesshme ndaj Okej, domethënë ne nuk e ndajmë, ky është diskutim fakt, po unë shkurtimisht do t'i përgjigjem që ne nuk i ndajmë dot këta individ se sa në gjendje financiare janë apo nuk janë. Për sa kohë, po themi në atë që ne e quajmë administratë, sepse normalisht juve ju vjen dhe paketa fiskale me grupe të cilat përfitojnë lehtësira fiskale dhe të gjithë ata që janë me ndihmë ekonomike, detyrimisht ne në paketë fiskale kemi parashikuar lehtësira për këtë kategori. Kështu që nuk e ndajmë dot se po të vëmë lagje, nuk i ndajmë dot kush këtë quajmë të pasur, këtë quajmë të varfër. Sepse pati dhe një kërkesë tjetër, në total ne i ndam sipas njësive, por në total numri i debitorëve shkon në 4686 po themi debitor. Kjo ishte përgjigjja për pyetjen se sa është totali i debitorëve. Smerald, natyrisht ne kemi ndeshur të gjitha praktikat tona në përditshmëri, ndeshemi me pjesën e familjeve të cilat
realisht për një arsye, për arsyet e tyre, po themi, se nuk duhet t'ju futemi arsyet, kanë krijuar ndarjet e kurora familjare dhe vazhdojnë të jetojnë brenda një ndërtese. Natyrisht ne me pjesën e kategorisë kemi marrë si taksën e ndërtesës dhe të trullit ja faturojmë pronarit, që mund të jetë babai ose djali sipas, po themi, emrit të pronarit, ndërsa pjesa tjetër për sa kohë ne kemi të përcaktuar ligjërisht. Nëse krijohet një familje re, ne atë e tarifojmë për pjesën e tarifave që kemi, pra tarif pastrimi dhe tarif shërbimi komunitar, që në vetvete ka pjesën e ndriçimit dhe gjelbrimit. Ndërsa pjesa e migrantëve dua të sqaroj dhe diçka lidhur me këtë, sepse kemi dhe kërkesa qoftë nga ana juaj, qoftë nga ana e qytetarëve kur paraqiten. Ideja është që gjithë ata emigrantë cilët kanë një pronë në brenda territorit të Bashkisë Patosit janë detyruar ta paguajnë atë, pavarësisht, po themi, statusit tyre, jetojnë apo jo fizikisht, sepse nga gjendja civile ne i konsiderojmë si persona rezident që jetojnë në territorin e Bashkisë Patos dhe i tarifojmë dhe i taksojmë si të gjithë taksapaguesit e tjerë. Kjo është e përgjigja Erald për këtë pjesë. Pa diskutim. Ata janë pjesë e taksapaguesve. Besoj se i morë përgjigje. Besoj i ezauruam. Mendoj ju faleminderit edhe një herë. Që të kalojmë në votimin e projekt vendimit. Lutem, doshi. Kalojmë në votimin e projekt vendimit për miratimin e listave të debitorëve për taksat tarifat vendore për periudha 2011-2014, 2015-2019, 2020-2024, të cilët përfitojnë nga ligji 86/2025 për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve ndaj administratës tatimore, qendrore dhe vendore, si dhe detyrimet të pagueshme në dogan. Kush është dakord? 16 pro, asnjë kundër. Kundër? Po, 15 pro, 1 kundër. Miratohet. Na është larguar një këshilltar nga salla, Eraldi. Faleminderit për kontributin në mbledhjen e sotme. Shihemi në mbledhjen e ardhshme. Shumë faleminderit.